këtë epizod në In Live do të ndiqni Enada Hoxha e ftuar në Live Stories. Të vi një drejtor dhe të heqi dhe të mos japë të drejtën për të përcyer, mua kjo më duket skandaloze. Shef Alfi u përgatit një recetë fantastike të makaronave me salcë të ftohtë. Si të kombinoni kimonot, Nina vjen me sugjerimet e saj. Preç Zogaj në Men's Life. Çdo brezëri mendon se përjetësia fillon me ta. Si është mënyra jetesës së një femre metropolitane? Në People in Life takojmë Ada Gashin. Gjithçka që duhet të dini nëse merrni qenin në plazh e mësoni me Retin. Në Beautiful Life me Sarën. Sot do ju ofroj një rutinë 3 teme për pjesën e këmbëve. Jeta në 1 minutë, jetë mirë Pjetër Nikaj. Prima balerina për shumë vite tashmë. Është çështje fati, është çështje pune shumë e madhe intensive, apo ndoshta edhe çështje talenti? Të tëra këto që përmende ti. Sigurisht në radh parë unë them është talenti. Talenti duke u bashkuar me një punë shumë të madhe, arrin të jesh të bësh një artiste shumë e mirë, një artiste e madhe, siç ne njohim shumë. Sigurisht fati nuk mbetet mbrapa, unë kam thënë gjithmonë në momentin e dur, në kohën e dur, është ajo që, me thënë, të bën ty të realizosh shumë gjëra. Sigurisht që ka njerëz dhe artistë që janë munduar, kanë punuar fort, por nuk kanë goditur asnjëherë në shenjë. Dhe pikërisht ka qenë ky fati. Ti si natyrë, sa ambicioze je? Do të thotë për shembull nëse do të shfaqe një mundësi në një konkurs apo një sfidë për ty, je natyrë që ti hyn për të fituar apo je natyrë që e rëndësishme është pjesëmarrja? Asnjëherë nuk kam qenë dakord me këtë thënie, me këtë shprehje. Më zhdukur domethënë si një justifikim i njerëzve kur nuk kanë dalë dot fitues ose nuk ja kanë dalë dot. Unë personalisht jam nga ato natyra që ndoshta kam edhe një parandije intime që unë gjithmonë e mendoj gjatë një gjë kur marr përsipër për ta bërë, ama kur e marr përsipër, di që unë do të jem drejt fitimit të një gjëje, domethënë do fitoj në atë gjë që ndryshe nuk e ndjej brenda vetes time. Domethënë jam me shumë këmbë në tokë dhe nuk marr përsipër çdo gjë që mund të më thuhet ose pa e menduar mirë, do ta mendoj mirë dhe do them që këtë gjë e bëj sepse vërtet e bëj. Ndryshe nuk dua të gaboj asnjëherë në zgjedhjet e mia. Kështu që unë jam gjithmonë që kur hy do dal fituese se s'bën. Mirë, ti më the që babai jot në fakt është marrë edhe me pjesën e artit, ka pas një impakt, ndoshta edhe miqësi, ndoshta edhe shoqëri. Sigurisht. A ka ndikuar ai ndonjë çik në karrierën tënde që ti t'ja dalësh të arrish diçka? Babai im, përveç se ka qenë një shoqërues i rregullt, përveç se të themi në rritjen time, në edukatën time dhe si duhet të veproj, ka qenë gjithmonë edhe një rregullator në jetën time, pa diskutim. Por që unë mbaj mend diçka që unë s'ja kam shprehur asnjëherë dhe ndoshta ai dhe nuk e mban mend. Megjithse jemi natyra të njëjta që nuk harrojmë kollaj. Por unë mbaj mend do themi prap çështje fati. Kam qenë ndër të parat nxënëse të flasim për vitin 93 ku sapo kishin filluar gjullurdirat themi këtu që nuk bëhej një jetë e qetë për shumë arsye që të tërë e dim domethënë. Kalimi në demokraci dhe pati pasojat e veta çdo gjë, domethënë dhe gjendja e të tërë ishim atëherë kur ishin thyer xhamat në shkollën e baletit, pra ishte një rrëmuj në mësimdhënie. Unë isha ndoshta e vetmja që mësuesja bënte mësim vetëm me mua. Vërtet. Po, kishte për shkak se bëheshin dhe aktivitetet të ndryshme sapo kishin filluar aktivitetet që bënte Vera Grabocka dhe të themi që klasa ime ka patur një pjesëmarrje të jashtëzakonshme, domethënë vajzat e klasës time. Ajo që ishte domethënë më e menjanuar dhe më e tërhequr sepse isha gjithmonë e dhënë pas baletit klasik dhe sa kishin filluar se programet e Verës përmbanin këto kërcimet moderne të kohës që njerëzit domethënë shqyrë që u dha kjo liri. E unë isha ajo që kërkoja domethënë të bëja këtë arti në perfeksion. Dhe
Më erdhi fati nga një mësuesja ime e pianos që na shoqëronte që pati mik të saj një prift dhe i cili erdhi dhe kontriboi për shkollën e baletit në xhamat që ishin thyer. Dhe ajo i tha, nëse tha, do doje tha të ndihmoje dikë, tha, unë do të sugjeroja këtë vajzë, tha që e do shumë tha këtë profesion, tha, dhe pse jo të japësh një mundësi tha të studioj jashtë. Dhe sigurisht që ai njeri që për mua është një nga njerëzit më të shtrenjtë mi, them edhe angjëlli mbrojtës e imi, i cili ma dha mundësinë për studiuar jashtë. Dhe unë, me thënë dhe i studimi jashtë më ka vlejtur shumë edhe kur u ktheva. Dhe sigurisht unë atëherë kur u ktheva nga jashtë isha, me thënë, personi që lakoheshet, me thënë, ka ardhur ajo nxënësja që ka studiuar jashtë, duke si një gjë e madhe për kohën. Flasim gjithmonë për nga baleti. Dhe kurse unë shikoja me admirim koleget e mia, shoqet e mia që po merrnin pjesë në këto spektakle dhe thash, pse jo, të mos kem edhe unë mundësinë të marr pjesë. Mirë, po kishin filluar, spektakli kishte filluar, gara kishte filluar. Unë që synoja në veten time që shikosh, nëse do të hyj në këtë garë, dua dhe unë të jem drejt fitimit të kësaj gare. E shikoja që nuk ishte kjo shpresa, me thënë ndjeja që nuk do të ishte kjo gjë, por gjithsesi dëshira ishte e madhe. Dhe i them babait tim që shiko, ti Verën e nje, bashortin e saj po aktorin e madh Timo Flokon, me thënë keni studiuar bashkë, keni ndarë, do me thënë momente bashkë. E pash që u gëlltit dhe tha, okej, do shkoj të flasë, e pash që nuk i erdhi mirë, që unë po kërkoja të kërkonte ai për mua, sepse gjithmonë thoshte, puna jote do të nxjerri. Kishte besim ndoshta. Sigurisht, në të njëjtën kohë dhe më kaliste vullnetin edhe niset, kishte folur, vjen në shtëpi, unë e prisja me shumë edhe me habit të madhe dhe çfarë do ketë ndodhur, i ka thënë po apo i ka thënë jo. Edhe erdhi dhe ishte i qetë, më tha mua, fola, tha, por më tha që le të kaloj njerë vajza këteja, se unë i di tani duke njohur Verën nga afër, i di edhe shprehjet e saja. Le të kaloj vajza njerë këteja, ta shohim dhe pastaj të vendosim se çfarë. Që në atë moment, kam thënë me veten time, unë nuk kam për të shkuar, sepse më erdhi keq që i mat vajti dhe do me thënë pati këtë përgjigje të themi. Dhe thash, jo, unë do të marr përsipër të bëj një gjë tjetër, atëherë kur të jetë momenti i dur për mua ose koha e dur, dhe hoqja dorë. Por nuk ja kam thënë ti Meti, do me thënë kush është arsyeja, thjesht që unë e bëra atë, e vura në pozitë, të themi, që të luteshe për mua. Tashmë ai ndihet krenar për mua, tashmë ai është teksa më merr në telefon më thot kam takuar shumë njerëz, më thon më urojnë për ty, edhe unë them që kjo është dhurata më e bukur që i kam bërë. Ne do ta shkëputim këtu intervistën dhe do të rikthehemi pas pak në Live Stories. Hey fashionista, ja ku jemi prap bashk. Edhe këtë të shtunë. Sot kam zgjedhur të flas për një gjë shumë të bukur për mua, të cilën e dua shumë, dhe ajo është kjo kimonoja ose edhe kimono të tjera të cilat do i ndaj bashkë me juve. Prandaj, unë mendoj që një kimono është shumë e rëndësishme në garderobën tuaj. Ajo bën që vesha juaj të duket edhe më bukur dhe më cool. Unë që nga viti kaluar kam zgjedhur që ti vesh kimonot dhe t'i adaptoj ato me veshjet për në verë. Prandaj sot zgjodha 5 kimono të ndryshme dhe një outfit të njësojt, t'ju tregoj se si një kimono mund të ndryshoj veshjen tuaj. Kimonot erdhen si një mast që nga vera e kaluar e deri tani me tekstura dhe materiale dhe dizenjot nga më të ndryshmet. Kjo që kam zgjedhur të parën është me prirje më të veçantë se ato të tjerat që do vinë nga pas. E shkurtër nga prapa dhe e gjatë nga pjesa e përparme. Mund ta hedh edhe një nga pjesët anash trupit dhe kthehet si një super blues fashion. Kimonot me thurje. Veshjet me thurje ju kam thënë që zona ndahen këtë sezon dhe ja ku jam edhe me një kimono me thurje në ngjyrë vishnje të errët. Mund ta vishni edhe për paradite me pantallona të shkurtra ose pas dite siç i kam kombinuar unë dhe në darkë me një fustan të zi nga poshtë. Kimono me shkëlqim, perfekte për në darkë. I jep një pamje komplet tjetër kombinimit. Unë sot kam zgjedhur jeans dhe bluzën e bardhë, po edhe një fustan të zi të thjesht poshtë, kjo kimono do shkëlqej nga sipër. Super fashion. Lule, lule,
me lule, nuk ndaloj duke thënë këtë fjalën lule. Zakonisht kimonot janë me tekstura dhe shumë ngjyra. Kjo e dyta, sepse e bën një outfit të thjesht të kthehet në një kombinim super të menduar. Mua më pëlqen pafund kjo kimonoja me lule, e sidomos detaji i fijeve nga poshtë. Mund ta kombinoni edhe me xhinse të shkurtra poshtë dhe atleta. Zakonisht kimonot kanë gjatësi deri poshtë gjunjëve, ose pak më lart. Po sot zgjodha kimonon në shkurtër për arsye që t'ju tregoj se si mund ta vishni ndryshe dhe do të krijoni një kombinim më cool. Për një kombinim më fashion, mund ta lidhni tek pjesa e poshtme dhe janë një tjetër pamje e kimonos, që mbase nuk e keni menduar. Hej, sot do kujdesem për këmbët. Këmbët janë ato që dalen më shumë në pa, tani në verë, edhe ne do të kujdesim pak më shumë për ato. Çfarë do bëjmë sot? Sot do ju ofroj një rutinë trajtimi për pjesën e këmbëve. Këtë rutinë po e ndoqët një javë të paktën, do kuptoni një ndryshim shumë të theksuar. Si fillim, çfarë do na duhet? Kam këtu një furçë, e cila ka 100 trashë. Arsye kryesore që do përdorëm furçën si fillim është sepse do na ndihmojë në detoksifikimin e trupit, të ndihmojmë gjakun të lëvizë më shpejt dhe diçka që është shumë e rëndësishme është sepse do na ndihmojë me pastrimin e thellë e lëkurës. Mënyra e dur për të pastruar lëkurën me këtë lloj furçe është nga poshtë lart. Vazhdojmë me pjesën e dytë. Do krijojmë një skrap i cili do na ndihmojë të pastrojmë lëkurën akoma më thellë, ta hidratojmë atë edhe të ndihmojmë çdo lloj shenje të zhdukjet. Çfarë do na duhet? Do na duhen vetëm 3 elemente të thjeshta. Kafe. Kafja do na ndihmojë me celulitin. Mos harroni që këtë lloj skrapi mund ta aplikoni edhe te kofshët. Sheqer. Sheqeri do na ndihmojë me pastrimin e thellë që duam ne. Vaj kokosi. Vaj kokosi është mënyra më e durë për të hidratuar edhe trajtuar me mënyrë shumë të butë lëkurën. Si çdo lloj skrabi, çfarë do bëjmë është ta marrim me dorë dhe ta aplikojmë te lëkura dhe të shkojmë fort. Sigurisht mund ta aplikoni në gjithë pjesën e këmbëve deri te kofsha, sepse bën shumë punë. Shpresoj t'ju kem ndihmuar sa të pak. Mos harroni t'i afroni vetes së paktën një herë në javë kohë për të trajtuar atë. Përshëndetje, mirë se erdhët në Food for Life. Unë jam Alfio dhe sot që gjithmonë do ju mësoj një recetë fantastike. Nëse mendoni se ditët e verës i ka shumë vap, nuk kanë makarona sepse janë nxehta, e keni shumë gabim. Sot për ju kam një recetë makaronash që kanë një salcë, por ama ajo është e ftoftë dhe makarona përfundimtare do jetë jo shumë e ngrohtë, do jetë e vakët, por jetë shumë e mirë. Është një metodë nga Italia e Jugut, edhe është diçka aq e shijshme sa nuk e keni ide. Për recetën tonë duhen thjesht orecchiette, domate, djath parmigiano, borzillo, që ka një aromë fantastik, edhe mozzarella. Unë ndërkohë kam vënë një tenxhere me ujë, që të zihet uji, edhe direkt ne hedhim orecchietet. Orecchietet nuk janë si makaronet e thjeshta, dojnë shumë kohë për të zier, paktën 8 minuta deri në 10, edhe vazhdojmë zierjen e orecchieteve. Mos harroni gjithmonë te uji, t'i hidhni pak krip edhe pak vaj udhirit, sepse makarona e merr atë aromën e vajit, dhe vazhdojmë me zierjen e orecchieteve. Marrim direkt domatet, normalisht lara shumë mirë, i pastrojmë, edhe dhe presim kubike. Kemi vendosur domatet, vazhdojmë marrim borzillokun, edhe do e grim shumë mirë. E bukur e kësaj recete është se
Ne ingredientet tonë i hedhim brenda të tasit dhe pastaj kur orekjetet janë të zira ose çdo lloj tjetër makaronet mund përdorni, nuk ka si lloj problemi. Mund ta hedhim direkt këtu brenda, pa e kaluar në tigan, thjesht përzihet dhe ajo formon kremin e saj. Është një recetë me vërtet shumë e thjeshtë, por ama rezultati është i tmerrshëm, shumë i mirë. Tani kemi hedhur domatet, borxilokun, vazhdojmë me mozzarellën. Gjithashtu dhe mozzarellën kubike shumë të vogla. Tani vjen momenti djathtë parmigiano. Tani të tash jonë kemi domate kubike, kemi borxilokun, kemi mozzarellën, kemi hedhur djathtin parmigiano. Dhe po që kemi hedhur gati gjitha, përveç do t'i hedhim të shi pak krip, po shumë pak sepse orekjetet po zihen në ujë krip, piper. Dhe vaj udhirit. Po s'keni frikë me vaj udhirit sepse nuk ju shëndosh, është shumë i lehtë dhe shumë i shëndetshëm. Edhe me përzij, ai çfarë arome të lëshon, është fantastike. Ky është rezultati që do kemi. Shikoj se gjaka fillon me bë pak kremozitet. Edhe kur të hedhim makaronat, orekjetet që do jenë nxehta, çdo gjë do lidhet bashkë me njëra tjetrën dhe do jetë diçka shumë fantastike. Orekjetet kanë zgjerë, ja bëjmë gati. Tasi janë me produktet është gati. Marrim një pjatë breserviri, po mendohem për një pjatë zezë ku duket edhe kontrasti i ngjyrave që do jetë fantastike. Ja duhet një gjethe borxilok nga ajo që rritet majat për dekor. Kullojmë orekjetet tona. Edhe vendosim direkt tek salsa jon. Ola. E përzij me delikatesë. Ja ku jemi gati për servirjen pjatë. Makaronet janë lidhur me salse. Aroma që i lëshon borxiloku është fantastik. Edhe shija normalisht është e papa. Dhe provojmë. Marrim një copë parmigiano nga ajo që ka ngelur. Edhe me qirusën e patates i bëjmë ca fije parmigiano për dekor. Edhe për shije normalisht, se i shkon shumë. Djathën e borxilokut. Një fije përfundimtare vaj udhirit. Dhe orekjetet tona janë gati. Kjo është receta ime për sot. Provojeni se ka një shije me vërtet fantastike. Do jetë një nga makaronat më të mira që keni provuar ndonjëherë në jetën tuaj. Unë ju pres javën që vjen me një recetë tjetër fantastike, shumë të thjeshtë, shumë të mirë si gjithmonë. Provojeni, ju bëft mirë dhe miropafshim. Ciao. Për të përgatitur orekjeta alla siciliana ju duhen 150 gram orekjete, 100 gram domate, 50 gram mozzarella, 10 gram borxilok, 30 gram parmigiano, një lugë vaj ulliri. Ju jeni diplomuar për letërsi. Një shprehje thotë që nga presioni i madh atmosferik shpiken apo jo shpiken, po prodhohen diamantët, duke qenë se janë në presion. Kjo është e thënë, po themi, në kontekstin e diktaturës dhe Çështje minerale. Çështje minerale në përgjithësi, por mendoni që ka patur një letërsi më të mirë nën konturet e diktaturës, nën presionin e madh diktaturës se sa e sotshmja? Kjo është thënë disa herë, që edhe është thënë jo vetëm në Shqipëri, edhe jashtë, që presioni, shtypja, ndalimi krijon konditet për një letërsi disi më shpërthyese. Unë nuk besoj se kjo është e vërteta absolute e letërsisë. Po t'ishte kështu, letërsinë më të mirë duhet ta kishim nga burgjit, sepse aty presioni ka qenë më i madh. Unë gjithnjë besoj se liria ka avantazh shumë më të madh se sa shtypja. Liria e krijon artin e madh, jo shtypja, në përgjithësi, duke mos
përjashtuar përjashtimin. Ajo, dallimi midis diktaturës dhe shoqërisë hapur ose demokracisë është kjo që në diktaturë kemi pas shumë shkrimtarë që kishin mundësi t'i përkushtoheshin letërsisë. Pra paguheshin si shkrimtarë për gjatë gjithë kohës ose në një periudhë të pjesshme. Merreshin vetëm me të shkruar. Pra ja dedikonin gjithë kohën të shkruarit. Kjo është një gjë e madhe. Në regjimet parakomuniste këte privilegje kanë patur aristokratët, në që i kishin të siguruar gjitha dhe gjithë jetën ja dedikonin të shkruarit. Kështu që në komunizëm ka qenë avantazh i madh ky. Në shoqërinë e hapur, shkrimtarët janë detyruar që të bëjnë dhe punë tjera. Nuk ka më profesione të lira, nuk pagun kush si shkrimtar. Pra ky ka qenë dallimi. Mendoj se regjimi komunist i ka ndihmuar shkrimtarët duke u dhënë mundësinë që t'i dedikohen në kohë të plotë letërsisë. Dhe kjo ka bërë që të ketë shkrimtar shumë serioz me vepra serioze që qëndrojnë në panteonin e letrave shqipe, si në prozë dhe në poezi. Kalim pak tek profesioni i opinionistit. Zoti Zogaj, cili më është mendimi juaj që e bën një opinionist mirë dhe një opinionist jo aq të mirë? Tani varet sepse çdo opinionist ka karakteristikat e veta, por mendoj si një karakteristikë ose si një cilësi e domosdoshme për qenë një analist i mirë është kultura dhe mundësisht objektiviteti. Sado që objektiviteti është edhe relativ gjithmonë, sepse nuk ekziston një vërtet absolute, edhe sidomos kur flitet për politikë. Por mendoj se kultura në përgjithësi, kultura e dialogut, thellësia e analizës i dallojnë analistët e mirë nga analistët sipërfaqësorë ose nga analistët zhurmagji. Mendoj unë. Shpesh thuhet që bota e medias është një botë goxha e manipuluar. Domethënë janë shumë gojdhëna, janë shumë teori konspirative që thonë që bota e medias manipulohet. Pra, nuk tregon atë të vërtetën absolute. Si e shikoni ju këtë gjë? Ka, manipulim ka, por nuk besoj se mund ta përgjithsoj. Sepse bota e medias thelbësisht është bota e transparencës. Dhe nëse media i largohet transparencës vdes, dhe nëse media degradon në manipulim permanent, se manipulim ka, ose maskim të vërtetave ka, grim, makjazh të vërtetave ka, por nëse kjo bëhet norm, media vdes, sepse media bën kundërshtim me arsyen sepse ekziston, që është lajmi, tregimi, kallëzimi, transparenca pra. Kështu që pra ka aspektet e manipulimit, por thelbësisht mendoj se media e tregon realitetin, nuk e fsheh. Përsa i përket realitetit, sa rëndësishme është për një opinionist të jetë njohës i thellë i realitetit? Është domosdoshme, nuk duhet marrë pjesë. Nëse nuk e njeh temën, kontekstin e temës, realitetin të temës. Është si puna edhe e letërsisë, që një libër i mirë është libri që le me kuptu se ka pas më shumë fakte dhe faqet pa shkruara se sa faqet shkruara. Pra, lexuesi kupton që ka një kantier rreth këtij libri që është ka më shumë lëndë të pa shfrytzuar se sa shfrytzuar. Edhe kjo është e vlefshme edhe për një analizë, që duhet të kuptohet që analisti di më shumë se sa thot, sepse s'bie rasti për t'i thënë gjitha. Pra përgatitja, njohja është domosdoshme, është elementare. Sepse oratoria mund të jetë një dhunti, po njohja është parakusht për ta bërë këtë punë. Qartë. Miqtë TV do të kthehemi pas pak me zotin Zogaj. Mirë se keni ardhur në Life is Better with Friends dhe kjo voglushe këtu poshtë është pupa e cila, siç e shikoni dhe ju, për herë të parë ka ardhur në plazh. Cilat janë gjërat që duhet kemi ne më shumë parasysh kur shkojmë në plazh me qenin ton? Do t'i zbuloni ato tani.
Gjë e parë që duhet keni parasysh është normalisht të gjeni plazhin e duhur ku mund të lejohet edhe qeni juaj të rri. Normalisht duhet një plazh publik ose edhe po të jetë plazh privat, sigurohuni që ata t'i lejojnë qatë. Gjëja më e rëndësishme nga të gjitha është që duhet të merrni shumë ujë me vete. Sa më shumë ujë të pishëm, aq më mirë, pasi qeni mund të dehidratohet shumë thjesht. E shikoni, kanë shumë nevojë për ujë gjatë kohës që janë në plazh. Mos harroni që është shumë e rëndësishme që gjatë gjithë kohës të gjeni një hije për qenin tuaj që të ketë mundësinë të rri aty. Edhe nëse merrni edhe disa peshqira me vete ku të mund të rri, është akoma edhe më mirë. Sigurohuni që dita që zgjidhni për të vajtur në plazh me qenin tuaj të jetë si dita e sotme për shembull, që deti nuk ka shumë dallgë, pasi dallgët e mëdha do jenë një problem për qenin tuaj. Në një moment ai mund vendosi që të hidhet në det edhe ndoshta dallgët mund edhe ta mbysin. Një gjë që këshillohet nga shumë veterinerë është që edhe qeni juaj të mos pi ujë deti, pasi bën shumë keq për shëndetin e tij. Sigurisht që kur shkoni në plazh ju merrni krem kundra diellit, apo ka dhe krem kundra diellit për qenin tuaj, kështu që bëni mirë që të merrni edhe për të. Dhe zonat ku ju duhet ta lyeni, hajde kluti. Se duhet të tregojmë ku duhet lyer qenin. Zonat ku duhet ta lyeni janë pikërisht pjesa e hundës, që janë më delikate, dhe pjesa e veshëve. Mund të shkosh të luash tani me shkopin tënd. Sigurisht që duke ardhur në plazh, duke luajtur në rër, duke vrapuar, qeni juaj do lodhet. Dhe duhet i lini atij kohën që të shplodhet pak. Mundësisht gjeni një vend në hije që të jetë sa më i freskët edhe të hidratohet. Mos harroni që uji është shumë i rëndësishëm. Duhet siguroheni që të keni mbrojtje edhe për putrat e qenit tuaj. E mira do ishte të kishit disa këpucë kastile për këtë punë, pasi rëra bëhet shumë e nxehtë dhe fatkeqësisht, sidomos në plazhet tona, ka shumë nga këto pisliqe, ka xhama, ka tapa shishesh, ka gjëra nga më të ndryshme që mund të çajnë putrat e qenit tuaj. Kështu që përveç këtyre këpucëve të vogla, do bëni të mirë që të merrnit edhe një kuti të ndihmës së shpejtë, pasi nuk e dihet asnjëherë se çfarë mund të ndodhi. Dhe mos harroni që edhe rëra e nxehtë përbën një rrezik shumë të madh. Nëse qeni juaj është futur në ujin e kripur, atëherë në momentin që do lini plazhin, bëni mirë që ta shplani atë me ujë të ëmbël, pasi nuk i bën mirë për lëkurën e tij që kripa të rri edhe t'i thahet në qime dhe në lëkurë. Gjithashtu edhe nëse nuk është futur në ujë, po ka qenë në kontakt me rërën, bëni mirë që të përpiqeni ta shkundni ose ta shplani në mënyrë që mos t'i ngelet as rëra në qime ose në lëkurë, pasi mund të ngelet aty dhe mund t'i acarojë lëkurën dhe mund të krijojë ndonjë infeksion. Këto ishin gjërat kryesore që ju duhen nëse do shkoni në plazh me qenin tuaj. Apo dhe diçka e fundit. Nëse keni një qen femër që është me menstruacione, mos e çoni atë në plazh pasi ka për të tërbuar qenë të tjerë meshkuj. Hajde. Rikthehemi sërish në Live Stories me mua Ariolën dhe të ftuarën time për sot e Nada Hoxha.
Sigurisht që ti jesh në skenë, kam përshtypjen duhet ta shijosh te mase. Megjithatë, do ketë një moment specifik kur ti je ndjer më mirë ose që e ke shijuar më shumë në skenë? Unë e kam patur këtë fat që njerëzit të më ndjekin dhe të nduar trokasin gjatë. Sigurisht edhe kur je jashtë, ku nuk e ke publikun tënd, të bën më tepër përshtypje akoma që thua, edhe këta jashtë domethënë më vlerësokan. Dhe sigurisht që vlerësimin jashtë unë nganjëherë kam blerë dhe më të madh. Por jo për sa i përket publikut, për sa i përket atyre me të cilët ti punon. Me të shkurtim, ç'do të thuash? Dua të them këtë që unë prapë ndihem domethënë e përkëdhelura e Zotit dhe e fatit të themi në karrierë, sepse kam patur fatin më të madh punoj me Agronalin, që sigurisht nuk ndodhet me disneshmë, por që të kesh më të madhin e këtij arti, të punoj me ty për orë të tëra për 20 vite, nuk është, nuk ndodh shpesh. Dhe unë e kam patur këtë fat, por që nuk e kam më këtë fat. Të shoh shumë të ndjeshme në fakt, si natyrë, duke shumë e fortë. Unë jam sa e fortë aq edhe e ndjeshme. Sigurisht janë gjëra që të lëndojnë. Dhe të mendosh që ke 2 vite që drejtori që kemi në tashmë aktual, nuk të jep të drejtën për të kërcyer, dhe kjo nuk është normale. Dhe sigurisht që unë nuk do doja t'ja jepja kënaqësinë atij t'i thoja, domethënë që më ke lënduar, por vërtet është një lëndim për një artist që ka kontribuar për 20 vite radhës dhe një artist që ka dhënë për këtë vend, një artist që është të themi vlerësuar me çmim si nderi kombit, si ambasadori kombit, apo jashtë nga bota si etual. Dhe të vi një drejtor dhe të heqi dhe të mos japet të drejtën për të kërcyer, mua kjo më duket skandaloze. Por që për momentin kam preferuar të mos flas, por mendoj që nga sot e tutje do të flas. Sepse është një e padrejtë që po na bëhet të dyve, si mua dhe Gertit. Po a mendon se janë këto detaje që kanë, po themi, distancuar sadopak publikun shqiptar nga teatri, operas dhe baletit, se nuk e shoh shumë të dhënë në fakt pas këtij arti që konsiderohet nga gjithë si elitar. Mua më vjen mirë për një gjë, për sa i përket që akoma kur njerëzit shkojnë që presin biletat, to janë fjalë që mi thon njerëzit, sepse tashmë unë kam mbajtur një distancë me teatrin e operas, nuk po shkoj të ndjek më shfaqje pikërisht se jam kaq e lënduar. Kjo, domethënë, për mënyrën e sjelljes, asgjë më tepër, dhe mua më vjen mirë kur më thonë që njerëzit vinë dhe thonë që a kërcen e Nada, a do t'jetë në këtë shfaqje e Nada. Pra njerëzit të duan. Po, kërkojnë, kështu që mua kjo më bën tepër të lumtur, pavarësisht shumë gjërave, se situata është edhe më e rëndë se kaq. Nuk mendoj që mund të vi një drejtor kur ti ke dhënë kaq shumë, kur ty të kanë zgjedhur gjithmonë koreografët, ke qenë një përzgjedhje e tyre, sigurisht një gjë që është bërë me punë, nuk janë përzgjedhur asnjëherë sepse kam qenë e preferuara e njërit apo e dikujt tjetër. Dhe të vi një drejtor dhe të thotë që ti nuk vlen më dhe ti je dëm i këtij teatri. Domethënë, kjo është tepër e rëndë. Dhe unë mendoj që kjo gjë nuk duhet të vazhdoj më, sepse si unë mund të janë dhe shumë artistë të tjerë që e ndjejnë veten si unë, por që kanë frikë të flasin. A të ndodh ndonjëherë që djali të kërkojë një motër ose një vlla? Ndodh shumë rrallë, por kur e thotë do ma bësh një motër ose një vlla më mirë që të kem të luaj me të, por nuk është një thirrje e domosdoshme. E kuptoj shumë mirë që nuk është një thirrje e domosdoshme, por nuk do të ishte, them unë, arsyeja djali, kërkesa e djalit që më bënte mua që të bëj një fëmijë tjetër. Po çfarë do të bënte? Thjesht mendja ime. Dhe do ndrojë ndonjëherë mendja? Nuk besoj më. Vërtet, po pse? Nuk besoj më, gjithmonë thuhet mos thuaj kur, dhe unë po e vërtetoj më shumë se kur në këtë kohë. Them që duke qenë se jam shumë pas profesionit dhe mendoj që unë vetë, që sikur të jap fund kur këtij profesioni dhe duke menduar që dua të jem vetëm në skenë, do më dukeshe sikur do rikthehesha edhe një herë prap të rimeresha përsëri me veten tim, sepse ndodhin ndryshime në trupin e dim të tërë. Kështu që do më them që me moshë do duhet punë akoma më shumë, edhe pse unë veten se kam lënë pas dorë dhe s'do ta lë asnjëherë.
ndoshta është justifikim ky që po them. Ti vetë ke motra ose vëllezër? Kam një motër të shkëlqyer. Kjo është padrejti që po e bën djalit, kështu që po, e thën nga të tretë, nga njësë të tretë të katërt e kuptoj shumë mirë, se dhe unë e jap këtë mesazh ose si këshill. Po ke vetja ime për momentin them jo. Shumë faleminderit, je rezaton pozitivitet. Shumë faleminderit. Faleminderit juve, faleminderit që thash ndonjë gjë më ndryshe se herët e tjera. Ja ku jemi këtu përsëri me Zotin Zogaj. Zoti Zogaj, është një shprehje disi gazmore që thonë që çdo brez mendon që bota fillon me ta dhe mbaron me ta. Ju, pa diskutim, keni qenë dikur i ri, keni pasur mendimin tuaj në lidhje me botën, në lidhje me realitetin. Cili ka qenë mendimi juaj në lidhje me këtë shprehje? Mendimi që keni edhe ju sot, brez i ri, çdo brez i ri mendon se përjetësia fillon me ta. Trit nuk mendojnë se ndryshim, mendojnë se kjo është përjetësia. Dhe ato para nesh nuk i ka kap, thonë ato. Nuk i kapi përjetësia, ato, ne na kap. Ky është raporti me i rinis me jetën. Sigurisht që kur mendon pastaj edhe trit e din se jeta koha shkon, po është një raport të duket sikur ka vërtet përjetësia. Por një gjë doja ta thosha që në moshën time e çmojnë më shumë moshën e rinis. Rinis i iken koha në përduar, sepse nga që e ka, nuk kujdeset ta mbaj, ose ne na duket sikur e shpërdoron pak, shumë kuptimin jo negativ fjalës. Kur arrin moshën që ka mund sot, për shembull, ka një vlerësim shumë të madh për moshën e rinis. Edhe unë e vlerësoj shumë këtë moshën e rinis. E çmoj shumë. Përsa i përket prap, po futemi tek pjesa e rinis, kalojmë tek informacioni i shpejt, interneti, mediat sociale, rrjetet e ndryshme sociale. Mendoni që po themi ky bum i madh teknologjik e ka ndihmuar informimin e të rinjve, qoftë edhe një moshe të tretë apo një moshe të parë, apo e ka rregulluar, apo është keq apo është mirë situata? Është mirë. Çdo gjë ka dy anë të medaljes, apo jo. Por sigurisht që peshon më shumë e mirë. Teknologjia e ka pasuruar jashtëzakonisht shumë gamën e informacionit dhe shpejtësinë e shpërndarjes informacionit dhe lehtësinë e shpërndarjes informacionit. Dhe nuk ka krahasuar me 10 vjet, 20 vjet, 30, 40 apo 100 vjet përpara. Është një ngjarje e madhe për civilizimin. Kjo gjë. Natyrisht që pastaj u përket trive që të shmangin kurthët që sjell me vete kjo mrekulli. Teknologjia, shpejtësia, lehtësia, bukuria, imazhi, fjala, gjitha së bashku, pra të shmangin disa kurthë, që kush janë? Është një lloj duke kalimin në sipërfaqe të gjërave. Gjërat kanë gjithmonë thellësinë e tyre. Pavarësisht se sot është koha e informimit shpejt, por gjërat nuk e kanë humbur thellësinë, e kanë gjithmonë. Dhe informimi i shpejt e ka këtë që u shkon gjërave përsipër pak, nuk thellohet shumë. Por kjo u takon pastaj subjekteve njerëzore, në rastin konkret trive, jo vetëm trive, gjithë përdoruesve të internetit, të teknologjive të informacionit që duke lënë me një anë marrjet e shumta të informacionit thellohen në fenomenet e jetës, nëse ka nevojë për të thelluar, për të lexuar filozofi, për të lexuar histori, për të lexuar sociologji, shkencë, letërsi e kështu me radhë. Zoti Zogaj, të kalojmë pak tek ju tani, tek ana juaj personale. Cili është një prej pasioneve të cilat nuk e keni shfaqur publikisht, i cili flë në botën tuaj, por nuk keni dashur ndonjëherë që ta shprehni publikisht? Unë kam folë kaq shumë për media, sa që është vështirë të ketë njëllë në një gjë që në një gjë shumë e pa thënë, por
Një nga pasionet e mia që kam thënë rrallë është noti. Unë jam rritur afër detit e kam si pasion që notoj gjatë, notoj shumë. Tu ka disa që Berisha ka zakon që tregon rekordet e notit, po unë si njeri i rritur në det, e ndjek me buzëqeshi, atë që thot ai një herë në vit, unë bëj not, ndoshta edhe 60 ditë në vit. 65, ka herë dhe 70 se e filloj shpejt. Pra është një nga pasionet për cilën nuk kam folë shumë, është një gjë ime, nuk kam se flas për të. Edhe ne thjesht donim të dinin diçka të fshehur. Ato rekordet ato janë shumë interesante. Jo, nuk bëhet fjalë fare, jam shumë e zënë, nuk kam kohë fare në agent për takuar, jam shumë busy, lutem. Okej, ciao, tani më duhet të filloj punën. Dhe pikërisht kjo është jeta e një personi i cili është shumë i zënë me punë, sidomos e një femre e cila është dedikuar totalisht punës, karrierës dhe absolutisht jetës së saj individuale. Ne shpesh kemi parë në ato filmat amerikanë, Sex and the City, atë jetën e një beqare në qytet, e një femre moderne, por për ta kuptuar më në detaj se sa bukur kalohet kur je një femre e tillë dhe realizuar, ne do takojmë Adën, e cila do na flasë për jetën e saj moderne në metropolin e Tiranës. Ja, pra më në fund do takova dhe me Adën, u reatuam këtu, e pata pak të vështirë të hynë në agendën tënde për shkak të angazhimeve tuaja të shumta. Por u takuam më në fund. Më në fund, po. Si e menaxhon të gjithë angazhimin tënd të madh, gjithë kohës e zënë, si a del? Unë jam një person që motoja ime ka qenë gjithmonë që nuk duhet të mposhtem nga monotonia, kështu që mundohem që ditën time ta mbush sa më shumë. Pas pune kam angazhime të tjera, punoj në një klinikë private, më pëlqen shumë kërcimi, danci kontemporan. Ky është thjesht pasion. Unë kam dashur të bëhem balerinë kur kam qenë e vogël, Po për pak u bëra dentiste. Imagjinoj tani Adën ndërkohë që duke ishte një dhëmball edhe që bën ato lëvizjet e veta. Faktikisht më ndodh me njerëz që i njoh, që kanë konfidenca, unë ndez muzikën, edhe mundojmë që të reatoj edhe persona që janë tulur në përtron edhe filloj. Ndërkohë ushtron edhe vetë. Po. A ka kohë të lirë të flesh gjumë, të pish kafe? Takosh miq. Unë i kam gjerë mamit faktikisht, se pasi mami nuk flen fare gjumë, edhe unë kam shumë probleme me gjumin, që kur kam qenë studente, nga që unë kam studiuar në Stamboll dhe sigurisht të studiosh në një gjuhë të huaj është pak më e vështirë se të studiosh në gjuhën tënde. Këtë në pa gjumë do të thoshte? Po, shumicën e kohëve unë e kaloja me sy të nxirr. Si nis dita jote, në çfarë ore nis? Dita ime fillon në orën 8 deri në orën 4, pastaj unë shkoj te një klinikë private që punoj disa orë aty. Pastaj kam kohë lirë për të bërë edhe gjëra të tjera. Ti e ke ngarkuar ka shumë ditën me punë, për se të pëlqen shumë puna, apo se shumë fitimprurse kjo gjë? Nuk është shumë fitimprurse, por më pëlqen të jem sa më ngarkuar. Nuk më pëlqen monotonia, siç thash. Unë kam punuar që 15 vjeçe, pasi unë kam jetuar në Kosovë për një periudhë kohe dhe pas luftës në Kosovë kishte shumë organizata të huaja që zhvillonin aktivitetin e tyre aty. Unë njoha me një organizatë italiane, punoja si përkthyese dhe i ndihmoja gjatë gjithë kohës, pasi ata kishin shumë problem të gjenin persona që flisnin italisht. Edhe kjo më ka bërë që në moshë të vogël unë të jem e pavarur si nga ana ekonomike, ashtu edhe shpirtërore. Kam qenë shumicën e kohës larg familjes, ishte humbje e madhe dhe koha që isha me to ishte shumë e çmuar, por gjithsesi kjo më ka bërë që unë t'jesh me zonja vetes. T'jem shumë e fortë. Në vitin 2016, a është ky shembull i dur që duhet ndjekur tek një femër? Sigurisht është e çuditshme se si kanë ndryshuar nocionet, nëse para shumë vitesh për prindrit tanë, për mamat tona, ishte e rëndësishme të kishin një punë, të dilnin në pension, edhe kjo ishte realizimi i tyre. Tani është kohë komplet ndryshe. Femrat janë bërë më të pavarura. Është e vështirë të jesh femër në Shqipëri, pasi duhet të jesh një mama shumë e mirë, duhet të kesh pamje të mirë, duhet të punosh shumë
Domethënë ti je shumë e kompletuar dhe është sigurisht shumë e vështirë. Gatuash, të bësh punët, të edukosh fëmijët e tjerë. Patjetër. Dhe ti bësh këtë vetëm pasi ndonjëherë nuk të duket më lehtë që ti je femër single se sa kur i shikon gjithë të obligime. Nuk e kam akoma nuk e kam provuar të ndaj jetesën me një person tjetër, kështu që jetesa single është shumë komode. Për momentin. Mendon dhe ti që një mashkull normal ose një çik më shumë se normalja ka pak frikë nga kjo lloj femre? Për mashkullin shqiptar, po. Gjëja që më bën më shumë më habit është fakti që nga njëra anë dua një femër të kompletuar dhe në momentin që gjej një të tillë, jam të friksuar. Nuk kemi çfarë të Është një problem shumë i përgjithshëm i femrave në Shqipëri, po. Një pjesë shumë e bukur e jetës tënde janë udhëtimet, në fakt. Dhe për të vërtetës një person që është i lirë si era, mund të bëj sa herë të dojë udhëtime dhe nuk ka atë stresin që pritet duhet t'i them dikujt, duhet marr dikë me vete. Unë do harxhoja të gjitha ardhurat e mia në udhëtime, më zhvillojnë imagjinatën. Në një moment mund të bëj një ecje afër Koloseut dhe të kthehem mbrapa në kohë, ose mund të kaloj afër fontanës së Trevit dhe të mendoj gjithë filmat që janë realizuar aty, ose mund të jem në Stamboll, në sarajet e ish-perandorëve Osman dhe ta ndjej veten pjesë të historisë. Është një nga gjërat që më pëlqen të udhëtimi. Është një përjetim që ta jep. Është një përjetim ndryshe. Pastaj më bën të jem më tolerante, pasi në momentet që jam jashtë, ka raste që ballafaqohem me situata nga më të ndryshmet, dhe kjo më ka bërë që të jem më tolerante. Pastaj kur kthehem këtu e kam pak vështirë të ambientohem. Ke vetëm. Prandaj më kam zgjedhur që të udhtoj sa më shumë. Her pas here, kush janë ato vende, ambiente të cilat ty të kanë lënë më shumë mbresa nga udhëtimet e tua? Sigurisht Stambolli është qyteti im i preferuar pasi unë kam jetuar 6 vite atje dhe kam kaluar pjesën time më të rëndësishme, kështu që për mua mbetet vendi më i dashur. Një nga vendet e tjera që mund të përmend është Italia, patjetër. Çfarë është ajo që të tërheq më shumë nga Italia? Është kultura e tyre, historia, gatimi? Më pëlqen çdo gjë. Ke një mikroklim, shkon veri, është ndryshe, shkon jug, ke një mentalitet komplet ndryshe. Është shumë heterogjene, është shumë e bukur, ka peizazhe nga më të ndryshme, nuk e di, për mendimin tim në Itali gjen gjithçka. Po gatimin e kujt kultura të veçoja më shumë nga tjera? Italiane. Italianisht. Nëse folë për gatimin, pëlqen italiane nga që janë thjesht makarona dhe bëhen lehtë apo? Edhe ajo. Sepse pyetja ime normalisht është si ke marrëdhëniet me gatimin tim. Gjatë periudhës që jetoja në Stamboll, kishte restorante shumë prestigjioze, të cilat organizonin kurse një javore për njerëz që i pëlqente gatimi. Edhe gjithmonë kam menduar pse restorantet këtu në Shqipëri nuk e bëjnë këtë gjë. Mua më pëlqen të gatuaj. Ti do shkoja? Po patjetër. Ke kohë? Fundjavën e kam të lirë. Kështu që më pëlqen gatimi. E frekuenton jetën e natës, të dalurat, këto aktivitetet, eventet? E frekuentoja shumë, domethënë dilja shumë, më pëlqente të dilja shumë. Tani shumë më pak, më rrallë, sepse ndihem e lodhur. Më përpara më thonte mami që si nuk përton, del çdo natë, kurse tani është ndryshe. Kush janë planet e tua, afat gjata, afat shkurtra? Sigurisht unë kam planet e mia për të ardhmen dhe jam shumë e bindur që jam në rrugën e duhur. Që do realizosh, që do jarresh. Sigurisht. Babai im ka pasur gjithmonë një shprehje që duhet bësh në zonja e vetës. Dhe kjo është gjë e cila më ka shoqëruar gjatë gjithë jetës time. Unë jam munduar të bëhem zonja e vetes time. Kështu që kjo është ajo që mund t'i këshilloja edhe vajzave pak më të vogla që duhet bëhen zonjat e vetes. Shumë faleminderit që ishe sot në People in Life dhe të uroj sa më shumë suksese. Faleminderit edhe ty Engji për këtë atmosferë kaq simpatike që më krijove. Je shumë e mirë. Ciao. Çfarë ke ngrënë sot në mëngjes? Kafe cigare. Çfarë bëre tjetër në mëngjes? Kam lasë sytë.
Cili ka qenë momenti më i sikletshëm në një takim? Kam ikë pala dhomët. Gjëja më e mirë që mund të bësh të premte në darkë. Të dalë të pi. Cilin alkool nuk mundesh të pish dot? Rakin, e rrushit. A i ka shkelur ndonjëherë ligjin? Gjithmonë. Të ndihmon humori të dalësh nga situata të sikletshme? Po, shumë, patjetër. Cilat femra janë tipi jot? Bjondet. Cili ka qenë justifikimi më idiot për t'u ndarë? Kam harruar, kam pas shumë justifikime. Pa jo e hëngri? Patjetër. Sa përfitime ke patur nga rolit e kokrat? Shumë përfitime, po jetoj edhe tash me përfitimet e kokrave. Çfarë ke në plan për sezonin e verës? Po t'ikim plazh diku, në Costa Azzurra në vend, kështu. Vendi më i bukur për të bërë pushime? Malta. Më mirë makinë apo biçikletë? Biçikletë. Fjala popullore që të pëlqen më shumë. Mos bës, çat bëjmë po të bësit të mund. Cili do jetë projekti i radhës? Plot projekti, po s'ja u them për tash.